Legitimiteti i Fidel Yllit në krye të Komitetit Olimpik Kombëtar u kthye si debat në Komisionin e Medias gjatë diskutimit të ndryshimeve për ligjin për sportin. Demokratja Ina Zhupa ju kthye një vendimi të gjykatës së Lozanës për paligjshmërinë të asamblesë së Kokshit, për të cilën Ylli u bë duke thënë se nuk e prekte. Që ata janë vënë në funksionin tuaj dhe kanë bërë një ligj fidelist sipas interesit që kishte zoti Ylli në këtë ligj. Mirë po, unë shqetësohem për këtë që thonë, sepse këta e thonë në bazë të kartës olimpike, në bazë të ligjit, në bazë të kompetencave që ka ligji. Debati vjoj edhe për projektigjin mbi sportin. Zhupa foli për tendencë centralizimi rreth Kokshit, ndërsa Ylli ishte parimisht dakord, por kërkoi disa ndryshime. Në këto sugjerimet që unë kam nxjerr, po të shikosh dhe këtu në nenin 5, tek pika 3 është Olimpiku special. Për sa kam unë ide si ligjvënës që kam qenë 12 vjet, në ligjet shqiptare nuk mund ketë fjalë anglisht, Olympic Special. Mungesa e dakordësisë mes opozitës dhe mazhorancës që karakterizoi legjislaturën vjoi në konferencën e kryetarëve. Mazhoranca kërkoi që këtë javë të mos mbahet seancë parlamentare për shkak të mungesës së kryeparlamentares Spiro Pali. Kundërshtimet e Gazmend të Bardhit si përfaqësuesi i opozitës nuk u pranuan me shumicë votash.